Jam Juli, kjo që shikoni këtu është kalaja e Ishmit, jemi diku në rrethinat e Tiranës Vërdall, edhe kjo kalaja që shikoni këtu e ka ndërtuar otomanët, turqit, një herë një kohë kur ishin dhe në luftë me vendasit, kryengritësit këtu që s'donin kafshatarët të ishin bashkë me turqit, edhe ata venecianët i vinin nga ana tjetër. Kjo këtu ka qenë pjesë Ishmi, në përgjithësi ka qenë pjesë e Sanxhakut të Ohrit. E ka ndërtuar 1572 behare filluan dhe mbaruan në 1574, 2 vjet, 3 vjet gati për të bërë këtë gjë. Në një vend shumë të bukur, meqense është kodër, nuk është mal, të them vërtetën, po sidoqoftë është një vend që mund të ka pikpamje nga tërë anët dhe mund të shikosh që Tiranën atje në fund. Ja, ajo kazino atje është Tirana. Edhe malet andej, atje keni dhe Krujën, të gjithë pjesën andej, gjithë të fushën këtu që marshonin dhe dilnin turqit e ikin lart e poshtë, del deri në Shkodër, nga del andej më të tutje. Edhe kete detin përpara atje. Kjo është një pjesë e kalasit që shikoni këtu, e fortifikuar nga kjo ana, e rënë deri në njëra ana. Flamurin shqiptare kishit atje. Turist keni atje, kanë ardhur edhe këtu vin turistët edhe shikoni, kishin ardhur me ata motorrat kështu. E për momentin ka barë të mbjellur. Do thosha edhe më shumë, them vërtetën, po mas më financon njeri të them më shumë. Unë për xhiro kam dalë dhe u thash për qefin tim. Bëfshi qef, edhe po dolët në njerë këtej, hajdeni edhe këtu.